Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në videon e radhës në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të përqendrohemi për të mësuar një folje shumë të rëndësishme në gjuhën angleze, siç është folja ha, ose në anglisht mund të thuash to eat. To eat. Pa humbur kohë, fillojmë me zgjedhimin e foljes. Shohim me kujdes veten e parë njëjës, pra un ha. Në anglisht mund të thuash I eat. I eat. I eat. Për shembull, un po ha mëngjes, në anglisht mund të thuash I'm eating breakfast. I'm eating breakfast. Un po ha drek. I'm eating lunch. I'm eating lunch. Dhe shembulli i tretë, un po ha dark. I'm eating dinner. I'm eating dinner. I'm eating dinner. Shohim tani me kujdes veten e dytë njëjës, pra ti ha. You eat. You eat. You eat. Për shembull, ti ha diçka për drek. You eat something for lunch. You eat something for lunch. Ti ha me familjen time. You eat with my family. You eat with my family. Dhe shembulli i tretë, ti ha me shokët e tu. You eat with your friends. You eat with your friends. Më pas kemi ai ha. He eats. He eats. Për shembull, ai ha një moll. He eats an apple. He eats an apple. Ai ha vetëm. He eats alone. He eats alone. Dhe shembulli i tretë, ai ha në shtëpi. He eats at home. He eats at home. Më pas kemi gjinin femërore, pra ajo ha. She eats. She eats. Për shembull, ajo ha jashtë. She eats outside. She eats outside. Shembulli i dytë, ajo ha fruta çdo ditë. She eats fruits every day. She eats fruits every day. Dhe shembulli i tretë, ajo ha sallat për drek. She eats salad for lunch. She eats salad for lunch. Më pas kemi ne ham,
në anglisht mund të thuash we eat. We eat. Për shembull, ne ham drek në punë. We eat lunch at work. We eat lunch at work. Ne ham mëngjes në shkollë. We eat breakfast at school. We eat breakfast at school. Dhe shembulli i tretë, ne ham pizza çdo fundjavë. We eat pizza every weekend. We eat pizza every weekend. We eat pizza every weekend. Më pas kemi you honey. You eat. You eat. You eat. Për shembull, you hani shumë shpejt. You eat too fast. You eat too fast. Ju hani ndërsa shihni televizor. You eat while watching TV. You eat while watching TV. Dhe shembulli i tretë, ju hani shumë ngadalë. You eat very slow. You eat very slow. Dhe më pas kemi veten e tretë shumës, pra ata ato han. They eat. They eat. Për shembull, for example, ata han diçka të ngrohtë. They eat something warm. They eat something warm. They eat something warm. Ata han një akullore. They eat an ice cream. They eat an ice cream. Dhe shembulli i tretë, ata han drek në park. They eat lunch at the park. They eat lunch at the park. Shohim tani me kujdes përsëri zgjedhimin e plot të foljes. Si zakonisht, do ta lexoj 2 herë, pak ngadalë dhe një herë të tretë pak më shpejt. Fillojmë. I eat. I eat. You eat. You eat. He, she eats. He, she eats. We eat. We eat. You eat. You eat. They eat. They eat. Shohim dhe një herë tani, por pak më shpejt. I eat. You eat. He, she eats. We eat. You eat. They eat. Pra,
Ky ishte zgjedhimi i plot i foljes ha apo to it në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm. Faleminderit për vëmendjen dhe shihemi së shpejti në videon e radhës. Goodbye.